Ti e din që në psikoterapi na punojmë edhe i referohemi gjatë gjithë kohës, domethënë formimit edhe formimit të shëndetshëm edhe ndërtimit të shëndetshëm të koncepteve. Domethënë tu i pas parasysh edhe limitet. Okay? Se jo gjithçka idealizohet, jo gjithçka faktorizohet. Domethënë në secilin prej koncepteve jetësore na duhemi me qenë të limituar. Domethënë të qartë me ato çapo dojmë, po limitet prej vetvetes, domethënë edhe në raport me veten edhe në raport me të tjerët. Edhe spiritualiteti ose religioni në shumë aspekte mundet me qenë qashtu qysh është edhe lehtësi, edhe pse ai qëllimi i tij është për të qenë lehtësi faktikisht, mirë po mund tjetë për ata që nuk dinë me konceptu qysh duhet, për ata që nuk dinë me përkufizue, me definu në format e duhura, edhe në mënyrat e duhura, padyshim që mas nej ajo bëhet barë edhe për vetë personin, po edhe personat me cilën merren me atë person faktikisht, ose e ndërveprojnë me atë person. Qysh ndodhen këto dhe qysh rrjedhin këto, është ku shpesh herë domethënë aspekti fetar nuk shihet në kuptimin që me u përvetësu, me njoft veten, edhe me njoft veten përmes saj, me ditë limitet e tua, me ditë se çka për ty është e mundshme dhe çka jo, deri ku ti e ke qatë kapacitet për me ndërvepru me gjitha ato thirrje fetare, me gjitha ato rituale fetare, ose me gjitha ato funksione të cilat na zakonshëm i shfrytëzojmë ato për me undi qoftë ma mirë për veti, po edhe me qenë i dobishëm edhe produktiv për shoqërinë. E kur këto zakonshëm i jepet përparësi edhe jetojmë në ato limite të shkruara. Për shembull, nëse unë po e përvetsoj një hadith ose një ajet edhe ideja jam që aty çka është thonë edhe nuk kam unë çka shtoj edhe nuk kam çka logjikoj edhe nuk kam çka mendoj edhe nuk e di shembull ku e shfrytëzoj, po thjesht jetoj në mënyrë shabllone me ato. Domethënë s'kam parasysh as para kujt jam, as në çfarë situate, as në çfarë rrethone, padyshim që ajo ka me qenë mas nej ndoshta e domshme edhe për ty si person, po edhe për të tjerët, se Islami në këtë rast, nëse po i referohemi Islamit, domethënë ti e din që nxit në bashkëpunim, nxit në komunikim të mirë, të sjellshëm, të mirësjellshëm, domethënë tu e pas parasysh edhe kënd e ki përballë edhe emocionet e personit tjetër, pa kalu në ofendime, pa kalu në poshtime, në nënçmime, e ngjajshëm, a kupton? Domethënë edhe sidomos pa i dhënë vetes përparësi që unë jam në të drejtën edhe unë kam mirë e ti e ke keq. Domethënë, e nëse na nuk arrim me i sintetizu, me i thellu aspektin ton të vetdijes edhe të ndërgjegjësimit në raport me këto mësime që na i marrim prej Islamit, domethënë padyshim që rezultati ka me qenë ndoshta më shumë dëm se sa që ka me qenë dobi. Ndërsa kur një person është i vetëdijshëm edhe e din që Islami, edhe rregullat fetare, edhe ato rituale, edhe ato thirrje, ato ndalesa apo ato lejesa janë për ty si person që me ta lehtësu jetën tënde, me kanë ti më i mirë, edhe me veten edhe me njerëzit që i ki përreth, pavarësisht se sa ata janë të ndërlidhur me këto vlera tua ose jo, domethënë na nuk e jetojmë Islamin për shkak se krejt duhet me jetu. Po na jetojmë Islamin për shkak se na dojmë me pas vlerë edhe pesh prezenca jon në atë rreth ku jemi. Domethënë me qenë ai shembulli i mirë, pavarësisht se kanë e kemi përballë. Se nuk e kemi luksin me zgjedh me kanë kemi me jetu edhe me çfarë mentalitetesh me jetu, domethënë ato janë ashtu qysh janë, domethënë pa e përcaktuar nëse ti. E kështu që adaptimi, ai ndërveprimi, ai bashkëpunimi, gjithmonë me idenë që po i kontribojmë më të mirës, po i kontribojmë çështjeve thirrjes në të mirë edhe ndalimit nga e keqja, gjithmonë po e potencoj se është një prej qëllimeve tona në përgjithësi në jetë, kudo që je, qoftë në jetë, në familje, në profesion, kudo qoftë, domethënë kjo është ideja edhe të qenit faktikisht ekzistent në një farë forme, okay? Me pas dobi edhe pesh fakti që na ekzistojmë, me lënë gjurmë të mira. E në këtë aspekt, domethënë, padyshim që është lehtësim, padyshim që ti je një person i cili pa marr parasysh aty në ideve dhe pa marr parasysh aty në koncepteve, besimeve, qëndrimeve që ti ke në raport me fen, ti kur e din mirë me përbrendësu fen, edhe din me i respektu rregullat edhe thirrjet që ajo i ka,
pa dyshim që ti ki me kon produktiv, edhe njerëzit me çfarë do lloj bindje edhe qofshin ato ndryshe, ty kanë me thirrë edhe ka me pas vend yt ka me pas pesh. Prezenca jote ka me pas pesh edhe ka me qenë pa dyshim që e dobishme.